Armando Broja gjeti rrugën e rrjetës me fanellën e kombëtares në triumfin 4-2 që kuqezinjt arritën në miqësoren ndaj Jordanisë. Gjithashtu ylli i sulmit shqiptar asistoi edhe për golin e 4 të shënuar nga Bajrami. Në prononcimin e shkurtër të dhënë pas ndeshjes për mikrofonin e Supersport, sulmuesi tregoi se çfarë bëri direkt pas ndeshjes. Mbas ndeshjes në Serbi telefonova mamin dhe të dashurën. Nuk kam ritual si lojtarët e tjerë, kam qejf të dëgjoj muzikë dhe jam gati për ndeshjen. E kemi filluar shumë mirë, me përqendrim, me këmbën e djathtë dhe po vazhdojmë kështu, deklaroi Broja. Dishim se ka më kënë importante, sepse ndeshjen kundër Serbisë ishte një ndeshje jashtëzakonshme, ishte shumë e bukur për ne të gjithë shqiptarët, edhe normalisht me fitu edhe ndeshje mas atij ndeshjes është një gjë e madhe për ne, se shkojmë edhe të muajin tjetër shkojmë me shumë shpresa. Ka shku shumë kohë pa bo gol ose din me kontribua te ekipi. Kam pas shumë dëmtime, shumë pjesët keqe, po them do momentet e vështira për mua, po sot ishte një ditë bukur, jo vetëm për mua, po edhe për familjen, edhe njerëzit si kam afër, se e dishin se ka qenë një rrugë e vështirë për mua, po inshallah Zoti më don edhe shkoj përpara.